Elisabeta II është mbretëresha aktuale në fronin anglez dhe kreu i 16 shteteve të pavarura sovrane, të njohura si Realms Commonwealth. Përveç kësaj, ajo është edhe guvernatore supreme e kishës anglisë. Babai i saj, George VI, u bë mbreti perandor i Perandorisë Britanike në vitin 1936. Ajo filloi të ndërmarrë detyra publike gjatë luftës së dytë botërore, në të cilën ajo ka shërbyer në shërbimin e ndihmës territoriale. Në vitin 1947, Elisabeta ndërmori shumë turne rreth Commonwealthit dhe u martua me princin Filip, duka i Edimburgut. Ata kanë 4 fëmijë, Charlin, Anën, Andrean dhe Edvardin. Në vitin 1949, George VI u bë kryetari i parë i Commonwealthit, një simbol i shoqatës së lirë të vendeve të pavarura që përbëjnë bashkësinë e kombeve. Pas vdekjes së tij, në vitin 1952, Elisabeta u bë shefe e Commonwealthit dhe u vendos në krye të monarkisë kushtetuese të 7 vendeve të pavarura të Commonwealthit, Britanisë së Madhe, Kanadas, Australisë, Zelandës së Re, Afrikës Jugore, Pakistanit dhe Ceylonit. Kurorëzimi i saj në vitin 1953 ishte i pari kurorëzim mbretëror televiziv. Gjatë sundimit të saj prej 59 vjetësh, një nga periudhat më të gjata për një monark britanik, ajo bë mbretëresha 25 vendeve të tjera në kuadër të Commonwealthit. Viti 1992 u quajt viti i tmerrshëm për mbretëreshën Elisabet, pasi 2 nga bijtë e saj u divorcuan nga gratë e tyre. Vajza e saj u divorcua dhe një zjarr i rënd shkatërroi një pjesë të Windsor Castle. Një vit më pas, ishnusja e saj Diana, princesha e Walesit, vdiq në një aksident me makinë në Paris. Media kritikoi familjen mbretërore për të mbetur në izolim në ditët e para të varrimit të Dianës, por populariteti personal i Elisabet u forcua jashtëzakonisht. Elisabeta ishte fëmia i parë i princ Albertit, duka i Yorkut, më vonë mbreti George VI, dhe grua së tij Elisabeth. Ajo ka lindur më 21 prill të vitit 1926 në Londër dhe u pagëzua në Buckingham Palace nga kryeshkopi i Yorkut Cosmo Lang më 29 maj. Elisabeth në fëmijërinë e saj ka ushqyer një dashuri të madhe për kuaj dhe qend. Ajo ishte treta në vijin e vazhdimësisë në fron, pas xhaxhait të saj Edvardit, princi i Jales, dhe babait të saj. Elisabeth ka marrë mësime private në historinë kushtetuese nga Henry Marten, zëvendës rektor i Eton College. Në vitin 1939, prindit e Elisabetës vizituan Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara. Nga shtatori i vitit 1939, me shpërthimin e luftës së dytë botërore, Elisabeth dhe motra e saj më e vogël Margaret qëndruan në Balmoral, Skoci, deri në Krishtlindjet e vitit 1939, ku vendosën në Sandringham House, Norfolk. Në fund të luftës në Evropë, Elisabeth dhe motra e saj u përzihen në mënyrë anonime me turma ceremoniale në rrugët e Londrës. Në ditëlindjen e saj më 21 prill të vitit 1947, në një transmetim të Komunitetit Britanik nga Afrika e Jugut, Elisabeta premtoi: "Unë deklaroj para jush se gjatë gjithë jetës time, qoftë ajo e gjatë apo e shkurtër, unë do jem më përkushtuar ndaj jush. Jo vetëm kaq, por ju premtoj se do të jem me përkushtuar ndaj shërbimit tuaj ndaj perandorisë sonë të madhe. Do jem me përkushtuar gjithashtu edhe ndaj shërbimit të familjes sonë të madhe perandorake, të cilës në të gjithë i përkasim." Elisabeth u takua me burrin e saj të ardhshëm, princin Filipi i Greqisë dhe Danimarkës, në vitin 1934 dhe më vonë në vitin 1937. Pas një takimi në Kolegjin e Marinës Mbretërore në Dartmouth, në korrik të vitit 1939, Elisabeth, edhe pse vetëm 13 vjeç, ran dashuri me Filipin dhe ata filluan të shkëmbenin letra mes tyre. Ata u martuan më 20 nëntor të vitit 1947 në Westminster Abbey. Elisabeth lindi fëmijën e saj të parë, princin Charles, më 14 nëntor të vitit 1948. Fëmia e saj e dytë, princesha Anna, ka lindur në vitin 1950. Në fillim të vitit 1952, Elisabeth dhe Filipi ndërmorën një turne në Australi dhe Zelandën e Re. Më 6 shkurt vitit 1952, ata ishin kthyer nga turneu i tyre pasi natët kaluan në Hotel Tritops, ku arriti fjala e vdekjes së babait të Elisabeth. Pas kësaj, ajo dhe duka e Edimburgut u zhvendos në Buckingham Palace.
pavarësisht nga vdekja e gjyshes së mbretëreshës Elisabeth, Mary, më 24 mars të vitit 1953, kur orëzimi shkoi përpara në Westminster Abbey, më 2 qershor të vitit 1953, në përputhje me dëshirat e Maris. Në periudhën e viteve 1953 deri në vitin 1954, mbretëresha dhe burri i saj filluan një turne 6 mujore rreth botës. Ajo është kreu i parë i shtetit që ndërmori udhëtime pothuajse për gjatë gjithë botës. Në vitin 1956, kryeministri francez Guy Mollet dhe kryeministri britanik Sir Anthony Eden diskutuan mundësinë e Francës për të bashkuar me Commonwealthin. Propozimi nuk u pranua dhe vitin e ardhshëm Franca nënshkroi Traktatin e Romës, e cila krijoi Komunitetin Ekonomik Evropian, shenjë paralajmëruese e Bashkimit Evropian. Në nëntor të vitit 1956, Britania dhe Franca pushtuan Egjiptin në një përpjekje në fund të fundit të pasuksesshme për të kapur kanalin e Suezit. Kriza e Suezit dhe zgjedhja e pasardhësisë së vendit i ministrit Eden çoi në vitin 1957 në kritikën e parë të vërtetë dhe personale të mbretëreshës. Në vitin 1957, ajo bëri një vizitë shtetërore në emër të Commonwealthit, Shtetet e Bashkuara, ku ajo drejtua Kombeve të Bashkuara të Asamblesë së Përgjithshme. Në vitin 1961, ajo ndërmori turne në Kipro, Indi, Pakistan, Nepal dhe Iran. Historiani Harold Macmillan për këtë periudhë ka thënë: Mbretëresha ka qenë e vendosur absolutisht në të gjitha takimet që ajo ka kryer. Ajo ka pasur një qëndrim për t'u admiruar. Zemra e saj dhe shpirti i saj kanë qenë me të vërtet kundër frikës, por edhe pjesë e një karakteri të fortë dhe të qëndrueshëm. Ajo është ashtu si e kërkon vetë detyra e saj, një mbretëreshe e vërtet. Në vitet 1960 dhe 1970 pati një përshpejtim të dekolonizimit të Afrikës dhe Karaibeve. Mbi 20 vende fituan pavarësi nga Britania si pjesë e një tranzicioni të planifikuar në bazë të vetë qeverisjes. Në kulmin e krizës së viteve 1975, kryeministri australian Gough Whitlam u shkarkua nga posti i tij nga guvernatori i përgjithshëm. Për këtë çështje u kërkua ndërhyrja e Elisabeth, por ajo refuzoi duke deklaruar se ajo nuk ishte e përshtatshme që të ndërhyjë në punët që janë të rezervuara për guvernatorin e përgjithshëm nga Kushtetuta e Australisë. Në vitin 1978, Elisabeth pati një vizitë shtetërore nga diktatori komunist i Rumanisë, Ceausescu. Në vitin 1981, familja mbretërore u godit nga një ngjarje e hidhur, siç ishte vdekja e Lady Dianës. Gjatë kësaj periudhe familja ruajti qetësinë, për cilën është vlerësuar gjerësisht. Mbretëresha Elisabeth priti presidentin Ronald Reagan në Windsor Castle në vitin 1982 dhe vizitoi fermën e tij kaliforniane në vitin 1983. Por ajo u zemërua kur administrata e tij urdhëroi pushtimin e Grenadës pa paralajmëruar atë më parë. Nga fillimi i vitit 1991, ndjenja republikane ishte e rritur si rezultat i vlerësimeve për shtyp pasurisë private të mbretëreshës, e cila u kundërshtua nga pallati, raportet e punëve dhe të martesave të tensionuara në mes familjes së saj të zgjeruar. Në vitin 1991, në prag të fitores në luftën e Gjirit, ajo bë mbretëresha e parë britanike për të trajtuar një sesion të përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një fjalim me 24 nëntor të vitit 1992, mbretëresha e quajti vitin 1992 si Horribilis Annus, që do thotë viti i tmerrshëm. Familja mbretërore u trondit nga ngjarjet e brendshme, siç ishin divorcet e fëmijëve të saj, por edhe nga kritika në arenën ndërkombëtare. Në muajin mars, djali i saj Prince Andrea, duka e Yorkut dhe gruaja e tij Sara, dukesha e Yorkut, u divorcuan. Në prill, Anna, vajza e saj, u divorcua nga bashorti i saj, kapiteni Mark Phillips. Gjatë një vizite shtetërore në Gjermani në tetor të këtij viti, demonstruesit të zemëruar hodhën vezë mbi të dhe në nëntor të këtij viti, Windsor Castle ka pësuar dëme të rënda nga zjarri. 2 ditë më vonë, kryeministri John Major njoftoi reforma të reja financiare që kishin qenë të planifikuara që vitin e kaluar. Në vitet që pasuan, jeta e familjes mbretërore pati ulje dhe ngritet e saj, por një gjë mund ta themi me siguri, që mbretëresha Elisabeth do të ketë vendin e saj si një nga mbretëreshat më të mëdha në histori.